Përshëndetje dhe mirë mbrëma kudo që jeni. Në emisionin e sotshëm kemi historie të ndryshme, dhurim të shtëpive, por kemi histori edhe nga shtëpia të moshuarve. Është një historie parekse e një banoreje që kemi marrë këtu në shtëpinë e të moshuarve. Para se me nis emisionin me historie që në përgatit për këtë emision, ju rikujtojmë jemi në pragun e festës së Kurban Bajramit. Dhe ne kemi shpall me anë të fotografi si çdo vjet që mundsojmë therrjen e kurbanave, si vjet është shumë më lehtë, shumë më mirë. Është thertoria e shoqatës tonë. Gjithë ju të cilët keni dëshirë me therr kurban përmes shoqatës Jetimat e Ballkanit, këto janë të dhënat e shoqatës, ku na kemi publiku se therrim kurbana si çdo vjet, edhe gjirollogarit mundësia e pagesës, si për ata këtu në Kosovë dhe si për bashkëdetar që jetojnë në vende të ndryshme. Gjithashtu, si vjet na kryjm edhe shërbimin ata të cilët kanë ble kurban, edhe nuk kanë ku me therr ose dojnë me therr në thertorën tonë, e mundsojmë edhe këtë mundësi. Zoti kur mos ju humb, e tani vazhdojmë me historinë e parë, të shohim çka ka përgatitur stafi. Sot po paraqitemi nga fshati Boj e Malishevës, jemi te familja e Avdylit, sot kemi ardhur me Avdyl Bege, sot kemi ardhur me dorëzu çelësin e shtëpisë 3. Avdyl. Faleminderit. Çelësin, urdhna. Faleminderit. Tashmë veçina në bjetët e brendshme shtëpisë Avdylit, në po ilona me pamjet e vizitës parë se qysh ka qenë Avdyli. Avdyl Bege. Sa antorin Avdyl? Qysh po jeton? Në sërët musave, në talat, në padrum për shpërët, pasën. Ishin edhe të gjartë një mërëna, thani ka ja hoto më për qëtë për i të. Me talasat. A merrin social? Ja. Po, qikës më. Sa i merrin? 20 euro. Shka me po vlavjem 20 euro, pan pisa ta në spitalin. Alla ku më kënë tirë jo, o basha zëtën, që gëzohet gjash pikzimit të kojt kërë, dhe që tash kështë të kojt pikzimit se herë të më vizitu. Pse? Se kënë smut, o në smut. E këmë bëbën smut, është ku tani në atin përshin me po në spital, desha, këmë po e kam dërën e lirdone. Dërën e kam vronet në rëdë vrone kam. Më në gjëse këshyri qikën e bajbukën të shtë. Kajtë me s'kome, kajtë të sen janë të falta lave jam janë. Kësë mërë me punu, se unë s'mund. Unë që është të smut, pikam në nga qitën më miren. Me disë me kome, me kajtë me kry, me të nantë. Zdi që qikë ma 10 vjetë ma ka folë zëtë e kam. Edhe farëzime këmë posë e ma ka folë zëtë e qëta. Si qikë si djavë ishte e vladë, kërsoja me posë. E qysh pje dilni me eto? Që është të përpoqën e zajës. Ka me bon. Padrum për shpërët, pasë, në thani. Pa një kakos në një mërë. Kakos. Që shpi me gore të në heshet, me lëqe. Që më me në pita vonit, ju më hyb i kumë qik da, i kumë qik dyshka, adin mësë me hi sheve. Sheve dhe në bua më rana. Reman që të. Që i ka bo sheve. Që,
Që duke me qitë karita, legena, mësë me hishire që të një, të në onte, krejt, të në onte, to ma kanë ble atë qina, aja nëuna me pëndzit vetë ma ka ble që djepë, ku me qitë qikën, s'kam ku me qitë. Që të fasa këtë një? Qështë ta, milë, po të më shku më mëlle, folë me marë mëlle, me mu që dimren, qështë të ka përsti për voqën e zi ka i dimrat. I po qështë e jopin, kështë i jopin tesh, atë qëtë vjetra, për në, mësë me latët mi jenë desh. Edhe mu të shtët falta, mi jopin, mi folin, krejt falta. Kësë mu me punu, pi frimës e pi moshnive, pi në qënë i bjenë monem, në qënë kom të nantë. Me të ato njëzatërët, qikës. Me njëzatërët mund të pëjdani? Me njëzatërët, buke krypta, umarë, thot. Dhe këtyre me stana, në dëmën e në stana stana. Për punë kërkun. Dhe së kjallë, që është qëtë të në pinë të në ondë. Dhe stara o kullin të kërë. E ko me në animu me do fandi për tyve, me në animu me në marru një shpi. Vesh me mideta, ma me një. Jas, qështë shkuat, zdi vëlloj, një ditë E ka... përshka pa mërzit është ati? Po ja për një shpia, për një ferin kredi ka marrë, në shteve jo. Në batë në bakushët, në batë në shia të tola, kërkush jo. Karo shije për, tash ku për njëm, se karo shije për, të shtetë dhe me që u dim në kështu. Me shku, ku me shku, zdi për njëve që ka me bo. Shuj! Veti apet, në jo më smuta ku posë menën, për qika po më imen. Ma di sot e qika kam. Abdel, qështë të dakë shpia? Mirë, falinderit për ju shumë. Dhe në që me të shpisrej, falinderit shumë për juve. Në të thuru, kredë më shumë. Ja këto që shumë koha atje, këto më do këtë ma mirë. Pra ndej për i halet kastrautit e për qerve, isha o zëtë e ru me familje me shka kanë. Pra ndej për tyve shumë, të më kanë bo me shpi, isha o la i ru me familje me shka kanë. Pra ndej për tyve shumë. Ja këto ma mirë, një që në hisë ma mirë këto. Më në si prej që shna me orë me hinë shpetërej, se atje katastrofi më kanë. Këto apet ma mirë, po më duket. Po edhe qika, naje, krejt, fra ndje për juve, po ta zhvijnë plët, na bojnë për haj. Në shako, falinderit për juve shumë o të jadina. Zotë shpëblejsh o rohë krejt. Thejshna, kur më marrën në zbistejshna, thejshna vëlloj, isha din me thonë, me në marru po thejshna, vëlloj zbistejshna, dëko e këm po dëko anis. Ku anis që atëheret, këm bisu. Edhe tash, kuj bishin senet, kajtë unë e gzimi jem, ku të isha më tranu për gzimit. Kuj bishin senet e qika për dit në shpe. Hade mamë shkën e këshim shpijen, Ja me pruja dhe i kemë halakot. Dërë, për hajtë ku? Falinderit. Inshallah, gëzëni. Falinderit shumë. Na po e lona me pamit e shpistre, do mirë zëtë ju shpërblet. Ishte Avdul Begaj nga fshati i Banji i Malishevës bashkë me familjen e tij që ka hyrë në shtëpinë e tij të re. Ba mirë zoti kur mos ju humte familja Avdulit bashkë me të gëzofshin shtëpinë e re.
E kemi një historie tash nga shtëpia e të moshuarve. Në këtë jetë, se cili njeri, se cila familje, është historinë vete. Dhe historia kësaj banoreje është histori prekse. Po ndjekim storien, pastaj kthehemi në studio dhe komentojmë këtë storie. Luka e një lotë. Qysh je? A je mirë? Mirë. A je lotë? Ju. Qysh po kalon? Hajt, a hina mrena? I vëlloj ma i keq. Që të ma mirë më shku aqe. Ku me shku? Aqe të Haliç. Aqe ma mirë. Që të i vetë po tutna. Në zarë që të i me nejtë. Më kam qef me shku aqe. Vetë po tutna, vetë me nejtë. Ma mirë ishala që ma që ku shkojt dënjoja. Të Haliç ka shrojt. A mi të pisu fota, stjonit. Ja, s'kam shiqer, s'kam kuja, veç të di kutia. Ja, t'i ka dha që në kisë kom. Ja, mi ka dek mate, bure. Mate me ala s'ka lupta, s'ka krisa, a e ka dek. Ja, s'ka ma në familje, komedita, ka mit lupta, a ka mita, s'ka mit kujtjune. Pa familjes, pa komedi ka mit lupta, komedita që lupta kona, ka kris kred, ka mi gjinën. Kujtjune. Ja laj po mërzit në për shumë ba. Po mërzit në, natën ma i keq. Natën vetë. Po tut në morë, po hinë kosha, ja thënë, po tut. Ja, vetë, të lotë isha, veç trupin ta, veç të lotë isha. Ka maqinë, pa të poti me shlu, e mi rima dapte, qështu. Pa mati unë e di, qëto gjinja, mati jo nda unë kam qep me shku a që ma mirë. Tre muj për hinë në kotra, 3 muj. E mami ishtë s'ka, i mirë për Marak. Për shqirin, ishtë me shku gjannet. Ja, faminires për juve për ketë. Për sefte për Halilit, smirit për juve për ketë, faminires shumë. Ja, po i letë kam, për Marak, për fiti, për plenë. Regu kretë. A që të shpia tutna, vetë nejta, 6 vjetë vetë. Vetë nejsha. Ka nuk ka shyrë ka shia mi prun ke harqen. Ja gruja njona Hanife, ma shumë ka shyrë. E një najsha Ramazan, e një prun ke pezit, zidi qika qërso, jep ke bukun. Mas mërami, jelami pare, apo da mi vli harqa pare, sa shbyma pare ma mirë bonat. Bërë disë fata, të lu gjaki jemi të sionit. Ka shirë ma shumë. Sa të po Marak, ishtu me shu gjannet, pa më njëre shumë. I mirë po Marak, i mirë, po flen i mirë, ka qona, i laj syt, i laj kri flokte, i laj për ditë të la, i nërreq ka uqën tem, i ndash drejt posh ma honë ka fjallë, kafe, qajën, po Marak. Tesha mi qëta motra, qëta mi qikat, kush marke të la. Veshti një kesë të la mi prun kemi të la. Po i lëmë të tesha. A të shpia që i lajsha tesha, e mi qëto, shto të më rita hmin, tina i lajta tesha, qikës, bore qikaq, i lajsha në barë. A sojtë pata të shpia, a srime një, me qire. Jalla i mirë jaja, po Marak, i mirë. Ona po flenë ta, po sho që kam platë. Ja, faminirës për tina, i shala në raqë një që vjetë. Faminirës shumë, shala ru zoti gjendë, gru unë, vetë faminirës për tina.
Faleminderit ka qilë derën. A qëtu, inshallah juve, Zotit mira, ka gjithë Zotit mira, me orë, i jajmi kësh kanë reshtë, djetra faleminderit për tyne, a juve më shumë. Unë jetën me juve qëtuj, inshallah shnetë të bo. Faleminderit për juve keq. Banorja e re Feride Smajić. Feridja është me origjinë nga Bosna. E martuar në Kosovë, herët shumë. Në Bosnë nuk ka më kontakte me kërkan, nuk e din a i ka gjallë të familjes apo jo. Feridja është këtu në mesin e publikut, po shkojna, po flasim 2-3 fjalë me Feridën. Këtë ratë, a e mirë jo? Mirë. Mirë, këtë ratë. Mirë. Feride, kur i arë në Kosovë për herë të parë? Ka të burja? Po. Mati karën. Sa vjeti ke pas? Ola se ti s'ka kanu në shkollë, as po di me shkru, as po di kur. E pi Bosnës cilit ven je? Pi Bosnës pi Sarajevis, ku Viseko aqe. Sarajevo, jonda Viseko katun aqe. Viseko, katuni Viseko në Sarajevo. Po. Edhe këtu je kone martume në Ferizaj? Po, Ferizaj martume. Sa vjetë martes? Mati gjeta virën e pleshtë e kretë shyra une. I ke këqyrë me vjerrije? Virën shyra për rëzune. Shyra une vetë. Emi gjallin e postar këshyrësha 3 herë ka martu. Emi pari gruja ka dek. Gjallin e burrit? Po dhe gjallin e burrit, po. Emi di qikën e la e gjallin. Gjallin se njënon në vetë, është qika. E burrit kur t'ka vdik? Burrit ka dek, ala lufta s'ka bo, matë. Para lufte? Para lufte. Jo dhe nejta qëtoj. Me kunet me Gjermania qëtë, dhe kunet. Një kunatim ka dek, qështë. Në Bosnë, ku në ke pas? Pas nonën e babën e motër e glavën. Pej kur ke arë në Kosova, ke pas kontakt mo? Po, kanë krejt gjallë, kanë ka jarë ko të burë. Kur e arë të burë, krejt gjallë i ke pas? Po. E masanej? Masanej, a i kunat më ka shkru letrën, ka shku ako një të ka përgji, kur gja heqë. Emi, najta me burë një nda e ka dikë. Në Bosnë, a ke folë me najkon më mas luftës? Ja, ku. As telefon, as kur gja heqë. A din, a jenë gjalla? Ku me ditë, nësha ka mytët është lufta kejtë. Kretë nësha ka mytët e lufta kona gjë. Ujti. E këtu, që sa ku ke arë këtu të na? Të arë 3 muj dukët. 3 muj? Po, 3 muj. Fëmis ke pas? Ja. Qysh ke kalu në Kosovë? I mirë fund kretë shyra mas mrami ju. Mas mrami me të veç vetë? Vetë. A me pastar ka marru shpinë, a ka marru shpinë, kunati ka pas një tokë male, e la gjemve, e njipave, e me tina pastar, aja ka marru shpinë, a që as ka shkova me pa, as ka shyrë. E ti këtu kushta me ardhë? Kushtë me ardhë, po vetë njëta, shka ma mirë të halin ka të rëgutja që. Ti këtu e martume i ke bo dokumentat krejt këtu, dokumentat Bosnës nuk i ma? Ja, veç të i Kosovës. E që ke pasë në bjemërin në
Bosne, Smajiq? Po, Smajiq Feridja. Edhe në Bosne që këmë bëjmë? Po. E mi buri kun, buri... E baba që ka pas emnin baba jetë? Brahim. Brahim. Po. E ke pas babën nonën? Po, nonën. Sa vlazën? Nja. Që ka pas emnin? Brahim, Ferid. Ferid. Po. Ferid, Feride. Po. E motra? Vahidja. Vahide. Po. Unë po i them, po t'i lypi qëta emrat, nëse ka dikush na kena shikushmëri edhe në Bosne, inshallah po del në i kush thot me t'a dhonë në i lajmë, a janë gjalla, si janë gjalla. A kishe pas shef me marrë në i lajmë për Bosnës? Po, veç kam qepa gjalla ju. E me kanë gjallë në i kush? Me gjallë kush, vëllos të shkoj heqa, që jo për mi ta Ama a kishe pas shef mi pa? Me pa, po, pa me shku ju. Pse me shku ju? I kërkun heq, asë se përzaja kërkun dhe me netë gjithu. Pse me nejtë qëtu? Ja, kush me shqyrë, s'ka ku. E këtu a po të këshyri? Ja, që të shqyri, po më rakë, të me shku gjenet. Si me shku në gjenet? Po, i mirë. Ja, kur që shkoj, ja. Feride ka do shqiptarë që jetojnë edhe punojnë në Sarajevo, edhe ata na shohin emisionin tonë, e ka për tyne qenë edhe donatorë, e na këna me ju thonë me vetë mu interesu në fshatin Viseko, afër Sarajevës, a ka met në i kush prej familjes Ferides gjallë? Kum kishe pas qef me pas kontakt, vlavin, motrën, kanë? Vlavin, ja, motër, baba nështë nona kam, nështë ka dek, vetë që ka mitë, ko i di unë. Se di. Tash që 3 muj këtu? Po, 3 muj. Apo të pëlqen këtu? Ja, po, shumë, shumë kur. Asa që, a që kur kush ka shqyrë. Neve tash përdojna me folë për atje, jetë tash u konë atje, u konë u kry. Po. Tash ka njës një jetë e re këtu në shpit plegjve. Ja, po. A ke bo shoqe? Po, shoqe më kam që qëtu me tatë pite shoqe. Po. Me një dhëmë jeni bashka? Po, bashkë jemi një dhëmë. A që ju, a që postar E ti, prej ka e ti? Jonikit jem une. E Jonikut. Më do këtë keni arë të dyjat bashkë me një kohë? Jo, për para, jem ardhën e për aksenjë. Një për para. Ja, po. A i postar, ma sa nëna ka shqyrë, a ka një martu që 3 të ngruju, shërë që kre shpinë e kunati ka pas male, e a i vjenë, a i shërë të përshin që shpinë, borën, krej bona punë, krej një kësarë ka të për cilë krej, ka shjemi qetra dhe kësam, s'kam kur që ka shqyrë, me në ka bli harqe, Ramazan na ishtë një mujdet, i tha, pëda, tha para, pëda me bli harqe, që kom ma mirë pa me rujë për sëfatë, për bona qëto. I krejt ka që për mua. Falë një njerës që tu i shala shnetë, i shala zotit mira. Amin. Inshallah zotit shnetet mira, e shdës të mirë ju jep atyne që po jepin Sa para me majtë në këtë shpi. Sa vjetë e bona që tut në natën me nejtë, në herë ka pasë e shpia kipsta, natë të shredrë shtë tut në rëkobja hajdokja, ka thonë pash kipsat edhe. Këtë të shërtë. E këtu apo tu të shmërë? Ja, që të shkju, të të shka në gjinë që të i flatë, që të falminirës për juve. Shala shnetë u bo. Amen. Shala Shnet. zotit mira krejtë. Edhe juve i shala zotit ju falë shnetën. Allah, pastar shumë kjellë. Rita Hmine. S'po dhe në me folë ma para Rita mene. Hmina, Rita Hmina, aja qikin e gjalli. Gjalli shumë ka Nash, Feride, ti e ke rrit ato. Po, familje E ke bo hizmet. Po. Nashta të zotit s'ka hup që ajo t'ka pru tash që tu kejtë senet i ki. A pëshe me shoqe, me buke, me ushqime, me Po, vjerën shërë që paralizune. E paralizume u konë? Po,
4 vjetë ka pas për lëdhune kanë. Shërshë, e me vojë, ka pi vojë me tonë që të me vojë, i lojsha për lojsha që të vetë. Këta, kur të? A ne mi krejve, krejt që është të fleqë. A burë një mujtë ditë, këndru pak i ka di, në koncertë, kancer ka posë. Raki kancer. Kancer? Po, a i ka dek marë. Pse që ato të mira që i ke bo, që tash pleqnijat ka ardhë, kajtë kushtet me Po, pas. falminire shumë, shola Zotit gjendë, grunë të vetë, shola nërani që vetë, Zotit mira, krejt, falminire s'pëtyje, falminire shumë. Feride Smajic nga fshati Viseko me origjinë në Sarajevo, shqiptar që jetën edhe punoni në Sarajevo, nëse muni më në dhonë na i haber, na i lajmë për familjen e Ferides, kjo po ka dëshirë me ditë veç, a e ka gjallë najkun, a ka met najkush. Po thët edhe nëse e në gjallë, nuk shkoj, nuk e lënë shpijen këtu, po me qitë dorën zemër. Histori prekse, e inshallah na bomi se bepe gjojmë në antartë familjes të saj, të paktën me pas një kontakt, me komuniku me ta. Falminire s'piju, inshallah s'ne të vë. Amin. Amin, inshallah, Bashkë me ju. një që vjetë. Shkojmë me një sigël të misionit Ferides Smajic, Zoti kur mos ju humbë. Ndoqëm storien edhe komunikum bashkë me banorën e shtëpi, Zotin abof se bepat hajrit ne edhe juve. Inshallah, storia radhës vjen nga komuna e Rahovecit. Edhe kjo familje po hynë në shtëpi të rej. Po ndjekim storin. Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Pataqan, komune e Rahovecit. Kemi ardhur te familja e Sadedin Kastratit, kemi ardhur me Dorzo Çelçin. Horno, Mati Sadedin. Ne kemi qenë juve, se ju keni marru? Faleminderit shumë. Jo me qenë. Hadi Mati Sadedin. Tashmo, mbes jena në ambientet e brendshme të shtëpisë Basi Sadedin, na pilona me pamë se çush ka qenë vizitën e parë. Krejt për qëto drasa i ka, që dini të këtë flenja, krejt peka i mrazi që bëndë këtone. Se s'ka, nuk është të mbluni atë nërë t'hiqë, se t'i shkon nërëshe, e krejt pek që tu që. A besor se se t'hina me ra, të flena pezan, që t'u flenë buri, që t'u flenë 2 binakët, unë e flej që anaj tonë, me nipin. Nusë e flenë anaj në sobet, e që qëto që shina. Edhe këtu është të krisë në krejt është të qone anaj, edhe anaj fisë jashti. Puna për mës me ra podja, di poshtë, se krejt të horjatke, edhe ja kina që dorekin edhe qëta. Ka që nja 5 mujt dit ja kina që qëto. Se krejt të pat shafit podi, krejt ra. Krejt pat ra podi këto një, edhe të të shumë. Na jemi 8 antarë. Edhe ta shti për me hongër, me vesh, me math, kina. I bojmë. Jashtë ta jem lazëm, vish për që të shpi me ba. Me pa të shka njëri. Mu knjash, tash me kina bo da vjetë, po, pa kom që vish një shpi me pas me ba. Po që tërsen s'jam lazëm ku gja hiqë. Vish që të shpi. Tokë me shejtë s'kem, se me pas tokë e shejsëm tokën, vish që ta bërë që tu shakina. Kajtë pik mrazin kry. Edhe podi, tash si që shkerni jo vetë, aja gjunë krejt podi, thush pa bima atje poshtë. E qane zidin të nëndë.
Qashtë soba një se sa, kajtë e qane ama i mas shpijës, balkoni qëtu e këqëni edhe vetë, ja kina shti 2 druna puna për me majtë ade, mas mërdzu se pizden thminjen. S'pa di edhe këtu për fund ja kina që 2 kësi majsa kësajnë koridorit për mas mëra mërdzu, për me hangër me pi, djali o të punu ka pak. Vesh për që të shpi, mi qërë sëtë një tra me pa. Se për të zot, ja pa tutëm pa kallëm këtu, që nga qënë drejt aty, drasët e salta. Ja 2-3 hajmi a kon njësë mu kallë, valla, po e kena shumë, me shkallë. Edhe kjo po dhe lunë kretë, soba jeme lunë kretë. A i kënë qëtë armatura, që kënë qëtë për shpa dhe gjo. Po, veç për që shpi, jam lazëm. Për që ta, për që tërsan jo. Veç për që shpi, do Zoti Allah, me në animu, kush me ban që shpi. Pisim ka falë Zoti, të punu... Kjo jetim është, o rrit jetim e kanë rrit. Puntoa, a gatë këta, shtafe ka të vjetë. Nuk pa mojë, edhe në kanë lambet në duft. Thore, jam me lamit dhe për duftës, s'fa që ndrohet. Në trenë me sa komujt që ta s'pa mojë. Ko t'i bo një 7-4 vjetë, e shë vetë. Ku më këndon luft. Që në shkijë, një vistë të në mëtu, për të shekit. Lamë, për që për të poshtë këtë pre. Në këtë të më përzajnë, dhe herë bëlla fekë, në këtë rejë 8 orë. Në kënë pas një mërënë. Aty do këta vendi ku s'koj dhe në dhe verë. Në këtë unë përzajnë, në këtë mëshesh nesës noje, ka u artet, këtë ata, vërë që të më kënë që. 3.200 vetë. Ka e këtë nejë në e nëmë, në në ju e nëmë. Ba, pe i bispe. Në vend, të do ku pas kënë që. Qështu raktashkë i ke? Raktashkë i ke i ryke dhejtë e kujshive të huja. Me të kalzun që shkom hek, hy. Ka bova ki s'kom pas jastek në kry. Se raktarë për dynjej, jetim arrit. Shkoj këtë me shati, jo, shkoj këtë një kujshim jaru dhejtë në bjeshk. Mi majtë familje, mi majtë mirë, so do kemi qutë mirë në shkollë. Kena hek bal, valla, kena hek bal. 14 vjetë, e ka raktarë. Kena hek bal, vish zotin e të din. Dhe më mërdhin bjeshkaj dhe të ka 3 mundë, bora të e kam. Po, do ke me majtë patare, me majtë me... Valla, për mu rona konë bal, s'pa di që më tanë, se punojshna gjithë njatën e lume gati pundorës me gjylpan. Së ti kom danë tu. Punojshna gjithë njatën gati pundorës, me ashna të hujet me punu me gjylpan, për mi vesh sminjen, një ble me hangër, mi qunë shkollë, mi vesh, mi math, për mi ban desa pak me ban qitë kolip që pa të mbo. Se kemi pas një edhe ma një të vogël, se këta nipet e kanë rrit, edhe jenë konë bashkë me këta nipet. Ata jenë dalë ati nështë, ato shpijet e kryqi, këta këja me qëtu. Tani këj në atë kohën e në atë mundësien e vetë, e ka marru qitë shpi. So ka pas mundësi këj. E ka bon qitë shpi, po tash o rritën djemë, o bo ma nëshe, tash kjo shpia rëzbet kretë, kërë ka të morë një jo, tokë jo, gja jo, se me pas njëri tokë a petë bele, shet tokë e ba një shpi. Veç që ta bërsha kena qëto. Veç për një shpi për ko gjatë jetër heqë. Edhe ku pa dojë që këtë të balkoni, a dojë këne këtë qëtë. Veç për një shpi. A patutër në medalj, o ka dojë në se sa patutër në medalj, që është ta. E në pa me pa për... Se prej të zëtë, pa fa me bo mu drejtë toka, dishka, dhe kjo është hazër, veç. Që aty një e qënë me në gjithë ka. Rigi që sa i kisa. Basta sa të din, dyshim i madh. Shumë. Faleminderit për juve. Jam me knaqë shumë. Zotë është me bletë, zotë është ndërë. Juve dhe gjithë Kosovën. Se më këmë najtë për shqeve.
Po shola, Allah e para një maf, se kur s'kam një zotë. Këtë më nojë prej Kosovë për të konën, kur Allah s'kam një hupë. Po falimderit për juve shumë, e gjithmonë ju kërësha më të mira. Dhe më së mblash zoti pa shoshnjë dhe shamina. E ju falimderit shumë për juve, zoti ju pagot. Unë në shtasmoj dhe që Allah ju pagot. I pagu shqiptarët që kanë një pare për këtë shpirë. Po Allah i shola. Shoshnia, Ernok Kosova, Ernok së dhe ju. Allah për mu shumë mirë ka ndryshu, mu për reti mu do ke gatë, te sa hinë këtë shpirë. Besa gjumi së merë ke pasha zote njëtën, se isha mu do ke gatë, te sa ti ku komplet, ku kumlet. Po e falenderoj Halil Kastratin, e ata gërbet që i kanë qitë kush i ka qitë partë, zoti ishtë për bleft ata kretë. Ja dhash zoti tanjat mirët në familjet Halil Kastratit e të kretëve. Se unë e për veti shumë ju ngëzu për këtë shpi. Se ku kom jetu, e kini pa vetë që shokon. Ta është më do ke gardë dhe sa t'hinë ta. Po është punë shkojnë gada. Me gotin nuk banë kërgjam. Dhe duhet shabë se... Dhe sa t'hinë në ta. Ta është i vala është ma letë ma mirë. Pse ujën e kena mrena, me ujtë në zetë, me kretë, me kuzhina, me hongër buk mrena kretë, me banju i kena mrena kretë. Senët, ati i kena pas kretë katastrofë. Ma shumë kum lajën për jashtë, gjithë dimnin si kum lajë mrena. Ta është shumë mirë, me ta njëtë mirë, ta është në ndër ljapi Allahit. Po ju falenderoj krejtve. Krejtve ju falenderoj, se shumë mirë. Po më doke që kum lejë për zdit. Po më qilën sëtë kur pa dal një bërë, inshallah t'ju mgoja. Na po i luna me pomit e shpistre, ba mirë zotë është për bleft. Se se të vim, për herë ju ku, inshallah akzani. Me gjithë shoshni e të shamina. Faleminderit, shumë faleminderit, shumë faleminderit. Shumë faleminderit, kaq. Ashtë dhënti e madhe me u vargu në lutjet e këtyre familjeve. Zoti kur s'kam ju hub, Zoti ju shpërblev, Zoti ju rujt, Zoti ju dhash tanat mirat. E na lusim Zotin që t'i pranon lutjet e nevojtarve për ju edhe për ne. E t'na bohat kjo jetë në këtë botë ma e letë. Storia tjetër stafim ka shku në komunën e Soharekës. Ka vizitu familjen e Kujtim Bocit, edhe ne kanë sjellë këto pamje. Kujtim Bocit. Si shihet, kë her po punon, her s'po punon, ti dhem gumni, po merr në këtësia, që pe lyna, po bjerë copat, pla, po bitë. Që tash para 2 jave e kena ly, po dhe me desh me ne këtu, këkunati tash të ka saktu në 7 orë, do të me mjallë shpijëna. Nuk po kena ku me shku. Ky me punu jo. Rod në i herë, për ne kashore bok fëmive. Pishojnë ta mjen në shkolla sene, po vino mamë që tonë, as po kena mundësime. Ja, s'po keme? Shtesat e fëmive sa për i nonëm. Fëmive, tashti që i kanë qitë. A shko? E që atuhën në i herë, kur përnon kë. Sunë sa mija pikunit, edhe ku filgjoni? 5 vete. 5? 2 qika një tjarë. 2 qika një tjarë? Po këta në shkollë po janë. Tashti kushtet për lypin, shtetë... Jo fletore, jo libra, jo tisha, jo... Që po do të më dallu fëmija tanë për shkollës. Po do të najkujna mja lypë. Kush ka ose babit, ose najkush motrës, ose kunatët. Shumë keq.
Edhe ata I kanë si cili punë të veta. Nëherë edhe ata kanë, nëherë s'kanë. Një shive, ha, këtë hinë, ujë mrejna. Këtë pikë, që shu pa peshevit, këtë do të me qitë kofën. Do me qitë kofën. Aty fëmija një lana kusine, kena koritën. Këtu I lana në qëtë sobën ani, që aty gatuj. Të mu la, mosh po la, na që ty. Mija, e sa vjetër që e punune kjo, pe para lufte shumë ka, bashkaresht. Këta pleqët janë konë bashkaresht. Bashkaresht janë konë. Këta në të qane? Unë me shiku qëra, nina, këtë është e mëktë. Nëzi do të sopa I kumë qitë që e kom lyje. Këtë po bjenë, plap, dhëmë pike. Aty bjenë, nina. Ka uqa që dje I kanë rru ka uqa. A I kunatit temja kanë prunë, do shokë. I ka prunë tje. Shumë e shtirë është, këtë ly fëmija, dishka shumë tepër e vështira. Nuk e di, dimnit. Te vlaznia mi kanë prunë. Do drune me kanë prunë? Do druna një 3 vjetra mi kanë prunë. Ta në të shaqane? O, timin e këthem. Që e këmë qitë I zilira? Timin këni po drejë? Shpretin e lash derën qelmin e arflat, dihen shumë ftofë. Pa, me në qelë derën dimnit të mërdhejnë? Anena pa dimnit bëhat shumë mëkt. Mija ku po flenë, kjo ka provitin qika. Në spital non-stop kum nejtë. Me këtë qikën se ka bronhitin. Këtu apet po rrën ma terën, se po ka zjarëm. Anena shumë mëkt të rrën, se nuk ka zjarëm. Me shtin 2 vena me djekë dru nuk e. A I vlavi mi ka dhanë 3 metra. Ta është në dimnit nuk e dies qysh dojna mja ban. Pa shpiz di ka dojna mja maj. Qish po mujë? Qish po mujë, vëlla? Ka njëherë të ataqës në japin. Kune tia ka njëherë ka 3 shishe zetin kër vinë. Na I thës sheqere binë. Ke kunata madhe qashtu. Kër vinë vllaznia ka njëherë na I sheqer, na I që si se në shenë. Gjana kryesore. Për një shpi? Për një shpi. S'kemi ku shkojmë se tashti ne ka caktu kunati për me dalë. S'kemi ku me shku. O, më mja qëllë s'kemi ku me shku e? A po në rrugë nejtë në thmi problem? Nuk e di na, jemi drejtu që aty nuk kemi pas lidhe kërkon njëherë në komune kemi shku. Pe komunës shkum atje në Gjenat, e bam një kërkes. S'kemi pas gjidhje tjetër. Nuk disha ka me shku. Po shkojnë në shkollë, pishën e thëmija ndërë po vinë shpi po lipin. Kos po ki mundësi, s'ki ku me marë. A në angëra, a me britesha, flitora, libra, o dhe lazumin për një shpi. Për një shpi, me libri. Duke I pa mjetë, isha duke me ndu skenarin të ndryshme të shumë familje. Kujtimi është nga Komuna Sfarikës edhe është në studio. Hajde kujtim. Mirë se ke ardhë. E mirë. Hajde. Mirë se ke ardhë. E mirë. Kujtim? Qëshim? Mirë. Prej ka e tje? Prej të rrëth. Të rrëme? Që sa vjetë jetën në qatë shpi që të? Allah moti. Unë që 10 vjetë jam martu që të në qatë shpi. E ka e tje ti? Ne brani që të martu në të tëmë. Sa fëmijë keni? 3. 3 fëmijë. Sa vjetë I ka me I madhe? Gjalli ka
Qika 9 vjetë, djalli 6, para shkollora. Në qikë më në vogël i kemi. Qika klas 2, edhe qika vogël 2 vjetë 2 vjetë e gjysë. Pra 2 fëmijët e mëdhej shkojnë në shkollë? Po. Tash edhe djali, 6 vjetë a keni regjistru në shkollë? Po, të shku. Me qka merësh, qka bërë? Vëllaj. Por munat ka një herë me punu. Qësh për më thirën, qësh për muj? Po guni për dhem. Ti një skusit e ka skusin, e kam qëkyn. Pse si shku me operu? Ku më marë? Po veç një këcije kam thënë një herë me marë. Nuk kam thënë me marë. Rëndësi nuk gudzon me balë. Rëndësi su zgëzoj. Sa vjeti ki kujti? 29, për 30 për shkoj. I pamje të ty, edhe ishin do fjallë prekse. Në tha që fëmija po shkojnë në shkollë, po shohin, po vinë po na lypin neve. Ku më marë? Më shumë për... Qish po mujmë? Qish ata s'po kanë më në dhonë? Po vinë shpi, o babë kajtë po hajnë na jo. S'po kanë ka me marë. Kush një mënë ma shumë kujti? Valla, ma shumë e shtesat të fëmijëve. Ku jam i thonë? Kush të mundet, për shembull, her konata, her hallat, kush të mundet na jo ushqim. Na i zajtini. Vllavi, druna ka po për timën, ç'ka po mund? Kush po mund? A ka ditë që s'keni kur gjë? Ka ditë që kam kitë pa buke, pa ushqime, shumë ditë ka pas. E tash në Ramazana ju kanë një mu me kush, me vitra, me këto. Me vitra tesja ka një mu. Pse i mërzit këtë? Për një shpi. S'kemi strehim tash e ka caktu konati kur me dalë. S'kemi ku me shku. Ku me shku me thëmi? Kush ju ka thonë më ardhë në gjinëtës me bo kërkes? Kemi shku në komune. 4-5 mund kemi prit. Tani kemi arë në gjinëtës. I kunat ta, shko në gjinëtës, baba ki pojnë a zhjidhe në sen. Qa ju kanë thonë kur keni arë këtu? Këtu kemi arë, kemi thonë dhanat. Kanë thonë prit një të stafi qonë. Tani kanë ardhë të shpia. Kemi prit. A ma një mëtë që keni me bo shpi? Dorë të zotit e kena lanë. A ju keni kallëzu fëmijëve që keni marrë këtu? Jo. Se? Mos me majtë mëtë. Pse? Mos me majtë mëtë. Pse mos me majtë ju me të fëmija? Gjithmonë t'i rajt, na. Po du t'me rajt. Qka për ju thani që p'i rajnë? Që nesër kemi me bëna i sen ma mirë gjithmonë. A në një vetëm gushtum që p'i rajni? Po, normal që po. Baba dhe nona çdo ditë rrinë të i rajnë, të i thoha se nesër kam u bo ma mirë. Gjendjen e këti qifti e din veç ai që është babë edhe nonë. Kujtim, jarë në studiet tonë. Me qa ke arë? Në kom. Qësh në kom? Pitërnës, e? Në kom? Në kom jeni arë Pitërnës? Sa kilometrë ka për këtu atje? Ka bala. Qësh në kom jeni arë?
S'ka zgjedhje tjetër. I ka ja 5-6 kilometra të mira 10. Po, më në i kërë në ka pru dhe në Topliqan aty na. Pitër në zdejnë Topliqan, që Topliqanin në kom, prap largë. Shavo. Zori. A këqyrë një e premtja me Halilin? Po, shumë i këqyrë. A gjithë këm pas qef me kontaktu, kur këm marrë e këm lypë drejt numrin tanë të Halilit. Ata tani të dhanat me dhanë që më dhanë shpresa që ka mu ba dishka. Të kanë dhanë shpresa këta? Po. Ta shofim? Unë apet kom prit, desa të bëhat mirë, atri fmive, kom kajta nësen, i kom shilat kër ka arë mamë shaki që po kajnë qika. Të rajnë. Tash për shkolla ja këni siguru çantat, fletoret, librat. Me të çantat shkyne valla. Kush po mune? Kush po mune? Ne shoqë, ne talës, që një mojnë, që kanë qikat, pja japë. O, thuj e kajtë me të fane. As me madh, as me Që shë emrin ti? Thlaza. Thlaza? Po. Kujtim? Po. Na po ja u bojmë një shtëpi të re. Allah e shpërë. Ty e, kush ka ba? Faleminderit. Ama mos, kam i ra me kajt, e mu më shef për fëmijëve. Allah e të shpërbleft. Allah e shpërbleft. Ty edhe krejtve, kush ka ba? Kur të kryet emisioni dikush për neve, kam i uqu me kërë të shpije. Edhe mi adha lajmin fëmijëve që të bohan me shtëpi të rejnë. Shumë faleminderit. Allah është dash më në lajmëru që s'keni mundësi, s'keni kush mi u pru. Kish arë një kërë ju kish marë. Faleminderit shumë, Allah e shpërbleft. Na ju kërkojnë falje, nashta ka shumë familje si ju, që me zispresin ditën, po atë shumë janë kërkesat të dashurit e një, lista familjarëve shumë e gjatë. Na po mundohemi me botë pa mundër të në gjdo emision, gjdo ditë jep qelsa, jep lajme. Inshallah Zotin e bën që mos të na asë një derë pa qelë që ka nevojë. Inshallah Zoti javron fëmijën. Inshallah, amin. Krejtve, tyve, kush ka bo emër që u ban kjo shtëpi. Amen. Na kena një kërkesë për juve. Lutuni për neve. Lutë në Zotin edhe për neve. Shtëpia për ju bohat. Faleminderit. E që tash ka dal shkoni, edhe gëzohi bashkë me fëmijë. Mana 2-3 dite kam ju kontaktu dikush, kam ardhë me ju pa. Dini e kalzoni venin ku keni me njës shpijen. Edhe besoj shumë shpejt kam u bo shpija. Faleminderit. Për haj. Faleminderit. Për haj e gëzër. Faleminderit që keni ardhë, na bëni halal që keni ardhë në kom. Tash kanë mi u këthi me kërë, për shkoj me një sigël. Kujtimi dhe flonza, histori shumë prekse fjalë që të shpojnë zemrën. Pasha Zotin sa herë jam përballë familjarëve edhe dëgjoj rrëfimet e tyre, mundohem me hynë jetën e tyre reale, se cili prej neve ka përjetu kushte të rënda, po edhe ka pas edhe ka se cili prej neve histori prekse edhe histori të ndryshme që nështë ta bartim në gjokëset tona gatë deri sa të në mlëndheu. Na ju jemi mirënjohës gjithë juve që përna jep një mundësin me i dhonë këto lajme,
ju jemi mirënjohës që na keni vargun lutjen e shumë nanave, shumë babalarve. Ju jemi mirënjohës që na keni bo shkaktar se bep ma undal këta let. Na keni bo shkaktar që këto nana mos moru ma prej fmive me shku me qajt, me nej vend më shef mos me pa fmija. Prej gjendjes rana dhe prej halëve dhe derteve që din kaj herë kjo jetë me të balafaqu me të. Faleminderit gjithve bamirës, Zoti kur mos ju hupt. Ky është emisioni i sotshëm. Si gjithmonë, para mbylljes këto janë dhënat e gjiro llogarive të shoqatës sonë, këtu në Kosovë dhe jashtë saj. Për shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo është gjiro llogaria e shoqatës tonë atje. Në Zvicër, gjiro llogaria e shoqatës tonë atje, nga Zvicra në Gjermani, kjo është gjiro llogaria e jonë në Gjermani. Në Kosovë, Procredit Bank, banka ekonomike edhe banka kombëtare tregtare. Shoqata jonë është edhe në Maqedoninë e Veriut, këto janë dhënat për shqiptarë që jetojnë atje. Gjithashtu kemi adresën e GoFundMe edhe adresën e PayPal-it. Veç nga numri vala, këtu në Kosovë ju mund me dërgu një SMS në numrat 55333 55444, ku me dërgimin e një SMS-i ju ndihmoni shoqatën me €1. Kjo është emisioni i kësaj nate. Këtë natë, një falëndërim prej zemre kam për 2 kategori. E para, ka shumë të më shumë pensionista, sa herë marrin pensionin, i ndajnë €10 dhe i binë shoqatë. Është njëri që vjen çdo muaj në gjinëc, kur ta merr pensionin edhe i lën €10 në shoqatë. Zoti ymrin ja ushtoft e shnetin ja u falët. Edhe e dyta, ka shumë fëmijë që kanë bo arka, grumbullojnë pare, i shtin aty. Edhe pasi të mushët arka binë në shoqatë. Inshallah Zoti ja u hap dyert e suksesit në këtë dynja, e paqen, shëndetin, e lumturinë këtë jetë. Faleminderit shumë. E ky është emisioni kësaj nate, shihemi të premte.